Rreth 140 operator turistik dhe investitor të ndryshëm kanë aplikuar në zonat kadastrale të miratuara nga qeveria shqiptare në Bashkinë Maliq në kuadër të programit Paketa Maleve, një nismë që synon zhvillimin e turizmit malor dhe ekonomisë rurale. Sipas kryetarit të Bashkisë Topçiu, zonat e përfshira në këtë program janë të shtrira në njësitë administrative, po janë Pirg, Goric dhe Moglic, ku pritet të realizohen investime të rëndësishme në sektor të ndryshëm. Kryebashkiaku Topçiu theksoi se projektet e propozuara përfshin investime të larmishme, duke nisur nga ndërtimi i bujtinave turistike e deri tek zhvillimi i agrobizneseve e sipërmarrjeve të lidhura me prodhimin bujqësor dhe përpunimin e produkteve vendese. Po deri në këtë moment që flasim, pasi portali vazhdon të jetë i hapur, janë rreth 140 kërkesa që përfshin pothuajse gjithë pjesën malore të Bashkisë Maliqit. Pas vendimit të fundit të qeverisë, e cila ka miratuar rreth 10 zona zhvillimore për Bashkinë e Maliqit, që nga njësia administrative po janë, që fillon nga pjesa malore që është Shëngjej, Zvezd edhe mbyllet në Podgorie, vazhdojnë për njësinë administrative të Pirgut, patjetër me njësinë administrative Libornik, Mali Qendër për kodrat që ka rreth e rrotull qytetit, dhe vazhdojnë pasaj me pjesën malore të Gorës dhe të Moglicës, ku përfshihen gati deri tani 140 kërkesa, të cilat kanë shprehur interes për paketën e maleve. Kjo është faza e parë për cilën ne tani mbas daljes vendimit të qeverisë do të fillojmë kontaktet e para, zyra përkatëse, komisioni, grupi punës i ngritur nga ana ime për evidentimin dhe për akordimin e veprimeve me të gjitha ata të cilët kanë shprehur interes. Do të vazhdoj në fazën e dytë, do ketë një fazë të dytë ku të gjithë interesuarit do të plotësojnë dokumentacionin për cilën përcakton edhe ligji për paketën e maleve, por edhe udhëzimet përkatëse që kanë dalë në zbatim të tij. Pjesa më e madhe janë banorë që banojnë dhe jetojnë në territorin e bashkisë, por kanë edhe ata që janë larguar në qytete të tjera apo mund të jenë edhe në emigracion, të cilët kanë shprehur interes për vendlindjen e tyre, për toka të parëve, për t'i zhvilluar edhe për të dhënë impakt pozitiv zhvillimor. Zonat kadastrale të Bashkisë Maliq konsiderohen me potencial të lartë zhvillimi fal burimeve të pasura turistike, bujqësore e blegtorale, si dhe mundësive për agropërpunim. Autoritetet vendore vlerësojnë që këto investime pritet ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonës, rritjen e punësimit dhe promovimin e turizmit rural. Programi Paketa Maleve synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore, duke i kthyer ato në qendra të rëndësishme të turizmit dhe prodhimit vendas.